Zbardhet më në fund enigma pse Partia Socialiste nuk po depoziton në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve emrat e përfaqësuesve të saj si antar të komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve. Arsyet e këtij refuzimi kanë të bëjnë me synimin e saj për të ndryshuar përbërjen e KQZ-s dhe drejtimin e saj. Kjo strategji është zbuluar nga kryetari i Partisë Socialiste të Lushnjës. Arsyeja e mosdërgimit është në këmbguljen tonë për të ndryshuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që vazhdon të drejtohen nga Erben Ristani, që është një nga obortarët më të bindur të Sali Berishës dhe çiftit Berisha Meta. Sepse është ky komision i cili nuk lejoi transparencën e zgjedhjeve të qershorit 2009. Kreu socialist i Degës së Lushnjës sqaron se betejë e Partisë Socialiste nuk është ligjore, por politike. Listat për të qenë përfaqësuesit e Partisë Socialiste në KZZ, që ne kemi 3 KZZ, do jetë e njëjtë si ato të zgjedhjeve të qershorit 2009. Hapësira ligjore që ne na bë pjesëmarrës është jo më vonë se data 8 mars, që do thotë 60 ditë, ne jemi pjesëtarë të Komisionit të KZZ-ve, por ndryshimi kërkohet nga lart. Qela u ka dhënë fund paqartësive që drejtuesit e opozitës kërkojnë të përcjellin nga selia qendrore e Partisë Socialiste në lidhje me pjesëmarrjen në zgjedhjet e 8 majit, duke sqaruar se strukturat lokale të selisë roz po përgatiten intensivisht për këto zgjedhje. Për zgjedhjet e 8 majit ne kemi kohë që kemi nisur përgatitjet tona, duke kontaktuar me zgjedhësit, me strukturat e partisë, për krijimin gjithashtu të komisionerëve si KZZ, të komisionerëve të qendrës votimit, deri ke niveli i kandidatëve për kryetar komune e bashkie, të cilat jemi në proces seleksionimi. Jemi duke kontaktuar asamblet e njësive vendore për të marrë këto vendime, gjithashtu deri në krijimin e kandidatëve për antar të këshillave të komunave dhe bashkive. Kryetari i Partisë Socialiste të Lushnjës nuk është i vetmi drejtues i saj në bazë që pranon publikisht, ndryshe nga Edi Rama, se socialistët po përgatiten për zgjedhjet e 8 majit. Të njëjtën gjë e pohoi pak ditë më parë edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, i zgjedhur për 2 mandate në këtë bashki si përfaqësues i Partisë Socialiste.